Ditën e sotme hetues të Byros Kombëtare të Hetimit kanë mbërritur në zyra të disa prej biznesmenëve më të njohur në Shqipëri dhe konkretisht bëhet fjalë për Bashkim Ulajn, Ilir Shtufin si dhe për Rok Qokën. Për të folur për këtë, po themi zhvillim të fundit, kam të ftuar në një lidhje direkte analiste e njohur zotin Fatmir Markoçi. Zoti Markoçi, falenderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve. Zoti Markoçi, si po i shikoni këto zhvillime ku tashmë hetuesit e BKH-s duket se nuk kanë qëndruar vetëm te Belinda Balluku, por e kanë shtrirë hetimin e tyre edhe tek biznesmenët që kanë pasur raporte me Ministrinë e Infrastrukturës? Është një lëvizje taktike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe FBI-s, e cila nëpërmjet BKH-s apo SPAK-ut do të bëjë të gjithë lëvizjet e mundshme për të trokitur apo për të futur në zyrën e Ramës, e cila ashtu siç kam thënë kohë më parë që është njeriu që ka ndërtuar mafian shtet dhe kërkon me çdo kusht të legjitimojë atë Republikën kryeministrore. Janë këta oligarkë që unë i kam quajtur gjithmonë oligarkë partish, pasi janë njerëz të cilët nuk u bën oligarkë vetëm me Ramën, por kanë qenë oligarkë edhe në kohën kur Partia Demokratike apo opozita ka qenë në pushtet. Janë po të njëjtët oligarkë, janë po të njëjtët persona të cilët janë caktuar nga partia për të bërë këtë lloj loje apo këtë lloj aferash për të mbuluar dhe për të kapur të gjithë bizneset apo aferat, pastrimin e parave në Shqipëri. Kjo është mënyra e cila ka ndërtuar këta për 35 vjet, ka ndërtuar formën e shtetit shqiptar. Nuk është gjë e re, është vetëm thellim i mëtejshëm i atij programi sorosian që ka ndodhur në Shqipëri. Ju duket pak, e kuptoj që ju duket pak, domethënë rutinë apo gjë e përsëritur apo gjë duket sikur po përmend gjithmonë Sorosin, por ju them në bindje të plot që Sorosi nuk është thjesht një organizat e thjesht, por është një organizat ideologjike, është një organizat e cila ushtri pas viteve 90 në të gjithë vendet e lindjes dhe shtriu influencën e saj në të gjithë vendet e lindjes, duke filluar që nga Rusia deri në vendet e fundit të vendeve lindore. Dhe ajo që është kryesorja është që Sorosi ka bërë Shqipëria ka kthyer në një çerdhe, në një monopol të saj, në një streh të saj, në një vend ku pastrohen parat, vendi ku pastrohen parat dhe bëhet çdo lloj veprimi i palishëm, por me një ligj, pasi këta kanë arritur që të kenë në krye gjithmonë persona të cilët i kanë komanduar dhe kanë ndjekur politikën e tyre, kështu që dhe këto nuk është, prandaj kam thënë që politika e Amerikës nëpërmjet FBI-s po mundohet ta çmontojë Ramën, themi, ta zhveshi derisa ta nxjerrin atë lakurisinë e tij. Ky nuk është problem i Belinda Ballukut. Unë kam thënë që Rama nuk e shkarkon dot Belinda Ballukun pa një vendim gjyqësor. Jo pse SPAK-u apo BKH-ja nuk mund të shkojnë në zyrën e Ramës apo nuk ka materiale për Ramën, por sepse lufta ndërmjet Belinda Ballukut dhe Ramës nuk është personale, por është lufta ndërmjet grupeve kriminale të cilat e kërcënojnë Ramën me heqjen e Belinda Ballukut, dhe Rama mundohet në çdo kush i Belinda Ballukut ta heqë vetëm me një vendim gjyqësor. Dhe ajo që kam thënë ditën që ka dalë Belinda Balluku si e panderur nga SPAK-u, duket se po vërtetohet dita ditës. Rama mundohet të krijojë të gjitha aferat e saj, por goditjen e fundit besoj se kam bërë një deklaratë kohë më parë, ku thash në fund vitit do mbyllet gjithçka. Dhe fundin vitit vërtet, megjithëse s'kan marrua akoma ditët, prapë unë shpresoj në ditët në vijim, deri me 31, them që deklarata e Trumpit, i cili doli me një vendim tashmë ligjor se e marr nga Kongresi Amerikan për Ballkanin Perëndimor, për luftën kundër individëve, kundër korrupsionit, pastrimit parave dhe goditja që i bëri
Dhe vetë Europa, ju pa ta thënë që Europa tashmë Ramën e ka lëshuar dhe Rama nuk ka më atë forcën e liderit nëpër Europë, pavarësisht është i caktuar nga Sorosi si personi portavoce e tij në Europë. Ai tashmë s'ka më dhe vetë europian po e lëshojnë. Kjo tregojnë dhe me atë deklaratën e Komisionit Energjetikës. Dhe kur flasim për Komisionin Energjetikës, duhet kemi parasysh që është qoftë energjia elektrike, qoftë ajo voltaike, qoftë gazi apo nafta, dhe unë pa ta thënë që porti i Durrësit është një nga vendet ku Rama ka shkelur në mënyrë të hapur atë që sanksionet kundër Rusisë, sepse në portin e Durrësit kanë kaluar nafta dhe gazi i Rusisë, në të njëjtën kohë që Amerika i kishte bërë blockout. Kështu që të gjitha oligarkët janë pjesë e kësaj loje. Sepse vetëm nëpërmjet tyre ka arritur ta bëj këtë. Dhe këta janë, unë më kodi kam qytë oligark partish. Kështu që Spaku tashmë po bën atë pastrimin e llumit, themi, unë jo kam thënë që po luan një lojë tjetër, një skenar tjetër, domethënë duke pastruar një herë llumin, duke pastruar atë moçanin për të ndenjur balena e thatë në tokë thatë, domethënë që mos ketë më të dorëzohet vetë, nuk ka ku shkon. Zoti Markoçi, në bisedat që janë publikuar në komunikimin që ka pasur Belinda Balloku me Erviz Berberin, flitet për Bashkim Ulajn, për të cilin ndër të tjera Belinda Balloku thotë që unë po i jap tenderin e Thuman Kashar dhe ai do jetë ushtari jon. Jo, nuk është problemi sepse është Bashkimi Ulaj apo dikush tjetër apo tjetër dhe tjetër. Duhet të kuptoj një gjë, edhe kur ka qenë Partia Demokratike në pushtet, po të njëjtët oligarkë kanë qenë. Unë jo pa qëllimi quaj oligark partish. Oligark partish sepse këta nuk janë oligark të cilët u bën me punën e tyre, me djeshtën e tyre, me mundin e tyre, por këta u bën oligark të caktuar nga partia, qoftë nga Partia Demokratike, qoftë nga Partia Socialiste. Ata oligarkë të cilët ishin në kohën e Partisë Demokratike, po ata oligarkë janë edhe në Partinë Socialiste, kështu që nuk kanë ndonjë dallim. Domethënë janë bashkë, dhe kur themi që janë bashkë në plot kuptimin e fjalës. Nëse do të shihni se kush e ka tezin e Rreckovecit, kush i ka ato energjitë e mullirit, do shihni që janë çfarë fshihen pas këtyre, se problemi i gjithë është çfarë fshihen pas tyre. Kush fshihet pas tyre? Pas tyre fshihen komanitë serbe, greke, ruse dhe kineze. Ajo që u kam thënë, ky është i lidhur me kinezët, nuk i kam besuar, nuk është faji im që nuk i kam besuar, por do të vërtetohen, ditës do vërtetohen gjitha. Dhe prandaj them, Spaku dhe BKI-ja nëpërmjet këtyre politika amerikane dhe FBI-ja po bën çmontimin e Ramës. Po e çmonton. Është si puna e makinerisë, ti fillon dhe heq tavarin, heq të derisa ta nxjerrësh të çmontuar totalisht ku nuk vlen më për asgjë. Dhe të gjithë këta, të cilët quhen oligark, ose po këta nuk janë oligark sepse kanë armë punën e tyre, me pasurinë e tyre. Ashtu siç kanë qenë parët tonë që kishin pasuri, e kupton, 100 vjeçare, 1000 vjeçare, e kupton, të trashëguar. Këta e kanë një pasuri për 30 vjet, u bën oligark, u bën super miliarder, u bën triliarder. Në të njëjtën kohë që populli vuan, këta u bën triliarder. Si u bën? Në çfarë? Po çfarë ndodhi? Ndodhi ajo pjesë që këta morën çdo gjë. Po si e morën? Nëpërmjet politikës, duke i shërbyer politikës. Po ti vesh re, edhe në fushat elektorale, këta janë që paguajnë edhe TPS-ja, edhe TPD-ja. Ku është marrin do jemi. Pra këta patjetër që do të janë ata ura lidhëse ndërmjet korrupsionit dhe politikës. Patjetër, nuk diskutohet. Nuk më bën përshtypje emri se kush është. Sepse të gjithë emrat janë të njëjtë, janë njësoj, janë të gjithë. Kastrati ka qenë edhe në kohë të Partisë Demokratike. Po si e mori Kastrati Sheratonin? Si ndërton Kastrati Sheratonin në një park i cili është park kombëtar? Vetëm kaq. Po si ndërtohen kullat këtë digat? Vetëm kaq. Pa llogarit kullat që ndërtohen mes Tiranës.
Pa e llogarit këto. Vetëm në 2 pika nevralgjike të Tiranës. Po si është e mundur që porti i Durrësit hidhen miliona, bëhen tender. 2000 shtator 2028 kur ai mori hoqi vëngun dhe solli atë kosovarin që s'din not, e solli drejtor portit dhe në shtator 2025 se ai ka bërë tender për portin e Durrësit. Sepse këta duan ushtarët e tyre. Këta duan njerëzit e tyre. Dhe janë ajo guacka e cila populli shqiptar nuk i çan dot. Fal kësaj Amerike, fal kësaj FBI dhe deas amerikane e cila është më tashmë janë në SPAK dhe kontrollojnë çdo lëvizje të SPAK-ut. Fal atyre nëse do bëhet. Se ndryshe nuk bëhet, ne opozit s'kemi. S'kemi opozit, se opozit janë bashkë, unë nuk kam thënë, këta le të thonë çfarë duan, e djatha nuk ekziston në Shqipëri. Nga qendra deri Majtas jemi ne. 35 vjet tu është bërë politika Sorosit. T'ju vi keqja, ju vjen mirë, s'më intereso fare. Kjo është e vërtet. Dhe pra ne kemi arrit në këtë lloj gjendje. Këtu nuk janë ajo që unë kam deklaruar në 2021-shin, janë 243 emra kam deklaruar në 2021-shin që do jenë non grata në Shqipëri. Oligark të quajtur politikan, janë këta biznesmenët, janë këta gjyqtarë, prokuror dhe media, që janë edhe në media, gazetarë që i bëjmë fresk Ramës, i bëjmë fresk Belinda Ballukut, dalin pa pik turpi dhe mbrojnë Belinda Ballukut, një hajdute, që ka vjedh popullin, këta e mbrojnë. Një gjykat kushtetuese që mbron një hajdute, me plot kuptimin e fjalës. Pse? Sepse janë të kapur të gjithë. Janë të gjithë të kapur. Dhe të gjithë i shërbejnë atij sistemi. Jo më kot kam thënë që 3 klane udhëheqin Shqipëri. Klani Hoxha, klani Alia dhe klani Kapo që është më i forti nga të gjithë. Kështu që nuk po bëm përshtypje sepse dhe po të shohësh lidhjet që kanë këta me regjimin e kaluar. Lidhjet që kanë këta me regjimin e kaluar, kuptoni pastaj çdo gjë. Të gjithë janë të lidhur me regjimin e kaluar në një formë në një tjetër. Bashkëpunëtor sigurimit, bashkëpunëtor me partinë, funksionar të partisë, funksionar të bllokut dhe dalin edhe sot flasin për demokracinë. Njerëz të cilët unë u kam thënë edhe një herë, në thelb duhet kuptoni një gjë. Në 35 vjet në parlamentin shqiptar nuk është përmendur një herë fjala kapitalizëm, por kanë thënë vetëm ekonomi tregu. Pse? Sepse këta nuk duan zhvillim. Këto duhet shkojnë deri te revizionistët, deri aty shkojnë deri te qendra, nuk ecin dot më tepër. Dhe aty pastaj bëjnë gjithë tallavit e vete. Prandaj them unë jam bashkë. Nuk e them kot kur them që jam bashkë. Jo se duam, jo se më pëlqen. Nuk më pëlqen fare. Por realiteti ky është. Dhe emrat e tyre patjetër do të shihni në mënyrë lineare. Jo vetëm ta, po ata 10-15 personat të cilët janë. Dhe do shihni që pas këtyre kush shihet, o kompani greke, o kompani serbe, o ruse, o kineze. Dhe qendrat ku i kanë? Në Honolulu, ku i kanë Haiti, ku i kanë Bangladesh, vendet që bën çudi se si janë të regjistruar me këta dhe i shesin të gjithë, i kanë shitur si kompania amerikane. Pse? Për të mbuluar me emrin e Amerikës. Dhe prandaj ajo deklaratë dhe ai vendim që mori Trumpi nëpërmjet Kongresit ju ka djegë të gjithë. Dhe po ti shihni të gjithë politikanët janë fut poshtë kravatit tashmë, se presin kur do t'i trokasi dera. E gjithë politika dhe me këta oligarkë, këta janë levat e partisë, themi. Oligarkët janë levat e partisë, të cilat ka bërë gjithë korrupsionin, të gjithë pasurimin e politikanëve kanë bërë nëpërmjet tyre. Dhe kur them politikanë, po ja u ritheksoj, nuk kam dallim fare, sepse të djathtë këtu në Shqipëri nuk ka. Parti të djathtë në Shqipëri nuk ka.
Zoti Merkoçi, në media është publikuar se Turqia, Erdogani ka dhuruar një avion presidencial kryeministit Rama. Një maskarlik i politikës dhe i medias shqiptare. Në 2022, mos gabofsha, nuk e kam fiksuar tamam, ose ka qenë fundi 2022-shit ose fillimi 2023-shit, kur Turqia dhe qeveria shqiptare, para Rama, si kryeministër, ka bërë një marrëveshje se do bëhesh edhe Air Albania në atë kohë, që Rama trumbetonte Lazgushi, Njie, Naimje, Samiu, gjithë emrat e këtyre përmendte. Do merrte përsipër që t'i dhuronte edhe një avion rreth 12 milion euro, më duket ka qenë shumë, nëse nuk gaboj. Dhe do t'i dhurohesh pra shtetit shqiptar. Duke pas parasysh që unë e kam deklaruar gjithmonë që Rama i ka humbur kontaktet me Erdoganin, mirë po duke qenë se tek e fundit atje është një shtet dhe shteti funksionon mbi bazën e marrëveshjeve që të nënshkruara, Erdogani ishte i detyruar që këtë marrëveshje ta deklaronte në fletoren zyrtare të shtetit turk për t'ia dhuruar këtë avion shtetit shqiptar. Duke qenë thash se Rama i ka të fshira marrëdhënie me Erdoganin dhe politika dhe mediat të cilat i bëjnë fresk Ramës, e morën motamo këtë lloj deklarate, këtë lloj kontrate, themi, dhe botuan sikur ishte e sotshme. Realisht, kjo nuk është kontratë e sotshme. Kjo është kontratë e bëra para 3 vjetësh më parë, nga 2 qeveritë, dhe nuk është kontratë e sotshme. Por këta e përdorën gjithmonë, siç bëjnë këta të propagandën e famshme tyre, e morën dhe e përdorën falë dhe asaj, duke u botuar në fletoren zyrtare të Turqisë, pati dhe një reagim që është e vërteta nga mediat turke dhe nga opozita turke u përdor, duke e thënë që pse duhet ja falim në të njëjtën kohë që ne blejmë 2 apo 3 avion për zjarret e për ndihmat e shpejta e mbështetjes. Dhe këta e morën dhe e quajtën të mirëqenie dhe e morën për ta shitur tashmë sikur Rama e ka mirë me Erdoganin dhe Erdogani por i fal ka një avion Ramës. Dhe ajo që është më poshtërsia më e madhe, duket sikur Rama ja ka fal ai Erdogani ja ka fal personalisht Ramës. Në të njëjtën kohë që kjo është një dhuratë që i jepet shtetit shqiptar. Nëse do të ishte dhuratë personale Erdoganit për Ramën, e para herë kur ai kishte Erdogani këtë avion, që do ta kesh personal që t'ia falësh, dhe e dyta nuk ishte se ta botonte në fletoren zyrtare të shtetit turk. Pra, botimi në fletoren zyrtare ishte thjesht për të legjitimuar atë marrëveshje që ta kanë bërë, thash nuk më kujtohet mirë, mos të jem, domethënë, i gabueshëm në atë që them, po besoj ose fundi 2022-shit ka qenë ose fillimi 2023. Pra 2 apo 3 vjet përpara është bërë kjo marrëveshje dhe këta e qitën sikur është bërë sot për treguar edhe një herë që Rama i ka marrëdhënie shumë mira me Turqinë. Kjo është e gjitha. Zoti Merkoçi, ndërkohë që Spaku kërkon arrestimin e saj, Belinda Balluku ka publikuar disa foto teksa shfaqet duke festuar Krishtlindjet. Është ndonjë mesazh që ajo do t'i çojë drejtësisë apo thjesht është një, po themi, postim njerëzor në një ditë feste? Jo, është ajo që bëri me omazhet e Fatës Nanës. Kur unë thash Belinda Balluku bëri kashillikun dhe u tregoj që tërhoqi vëmendjen e medias, tërhoqi vëmendjen e Partisë Socialiste, duke i bërë atë kashillikun kashi Partisë Socialiste dhe kashi publikut, themi, se Belinda Balluku di shumë mirë që nuk ka në forcë për t'i bërë në kashillik Spakut, pasi ajo është tepër e bindur në atë pjesën që Spaku do veproj, me apo pa dashin e saj. Por amburoja e saj është vetëm Rama, i cili ja u kam thënë që Belinda Ballukun, që është ditën e parë që ka dalë si e pandehur, ju kam thënë që Belinda Ballukun nuk jep dorëheqjen dhe Rama nuk ka këllçi për ta shkarkuar. Dhe tashmë këto janë lojrat që ajo tregon
tregon forcën kashipopullit për të treguar që ne jemi këtu, ne nuk na bën dot kjo drejtësia që ne e kemi ndërtuar vetë, pra se nuk e nocorrogu nga mbo Amerikan, kjo është ai përkthimi i nocorrogut Amerikës që ka deklaruar Rama. Por në një moment të tillë kur gjërat janë tepër të ndërlikuar dhe tepër afër të zyrës së Edi Ramës. Pra janë themi kanë hap derën tek zyra e Edi Ramës dhe do përdoret plani B. Belinda Balluku nëse largohet bashkë me Ramën, sepse Rama ka dy momente tepër të vështira tashmë, jo vetëm çështja Balluku, po thash janë momenti më i vështirë është qoftë vendimi i presidentit Trump, që mori për Ballkanin perëndimor dhe posaçërisht për Shqipërinë, dhe pjesa tjetër qoftë edhe Komisionit Energjetikës apo FMN-a. Deklarata e FMN-s, nëse do ta lexoni me vëmendje dhe të merrni deklaratën e vitit 1996, ka qenë shtatori 1996, kam qenë në seminar është bërë në Pallat Kongrese, është më tamo e njëjta deklaratë që ka bërë dhe në 96-ën FMN-a që ndodhi ajo që ndodhi në 97-ën. Por Amerika tashmë nuk do bëj një 97 siç u bën atko, por do të heqë kryeministrin. Dhe unë jo pa qëllim ju kam thënë që Rama të zgjedhë se ku do e bëj burgun, do e bëj në Shqipëri apo do ta bëj në Amerikë. Dhe dalja e Belinda Ballukut nuk është ajo ka atë domethënë kapriçet e saj për t'i bërë kashillik qoftë asaj pjesë të Partisë Socialiste, se nëse Rama nuk e dërgon Belinda Ballukun për të heqë imunitetin në parlament, jo se ai po zbaton ligjin, por Rama e di shumë mirë që në parlament, pavarësisht se ka 83 vota, ai nuk i bën dot 50+1 vota për të mbrojtur Belinda Ballukun në parlament, sepse dhe deputetët, si që o kam thënë dhe radhës i Shkojqe, dhe deputetët e Partisë Socialiste nuk do guxojnë të ngrejnë kartonin për të mos i heqë imunitetin Belinda Ballukut. Dhe kjo e vërtetoi mjaft mirë sondazhi i dieshëm, kur 34% e Partisë Socialiste mbështesin Ramën. Pra, do të thotë se ka një rënje drastike në Partinë Socialiste. Dhe prandaj janë të gjitha këto lloj lëvizjesh. Dhe jo pa qëllim ju kam thënë që SPAK-u dhe FBI-a po luan politikën amerikane. Dhe kjo është politika amerikane. Çmontimi i vetë Ramës për ta nxjerrë në sy të opinionit publik se çfarë fytyre ka, çfarë aferash ja bën. Qoftë edhe ato intervistat që jep ai Benaj Meta, që edhe ai hajdutë është për qenë, por duke qenë pentito, jep ato gjëra të cilat do SPAK-u për të nxjerrë. Jo se jep Benaj Meta se ka dëshirë, po Benaj Meta është një pentito i cili nxjerr ato gjëra që do SPAK-u për të përgatitur opinionin publik. Për të gjithë aferat që ka bërë kjo lloj qeverie, vjedhjet që ka bërë kjo qeveri, korrupsionin që ka bërë kjo qeveri dhe lidhjet që ka kjo qeveri me bandat, me grupet kriminale, me drogën dhe me pastrimin e parave. Dhe Belinda Balluku është pjesë e kësaj. Dhe në këtë lloj forme ajo kërkon ti bëj një kashillik. Pra, përveç presionit që Rama po i bën deputetëve një nga një apo në grup, duke i thirrë në për takime, në për mbledhje, për t'i bërë presion për votimin që mund të ndodhë nesër në parlament për Belinda Balluku, tash i Belinda Balluku po lun atë lojën e saj, duke i dalë, duke i bërë kashillik që unë jam këtu, nuk më bën dot gjë SPAK-u, nuk më bën dot gjë ky, nuk më bën dot. Pra, qoftë Belinda Balluku, qoftë Edi Rama po luajnë lojën personale të tyre. Por Rama ja u ritheksoi që pa një vendim gjykate,
nuk mundet ta heqi Belinda Ballukun, nuk mund ta shkarkoj. Rama më shpejt shkarkon veten e tij se sa Belinda Ballukun. Kjo është e gjitha. Zoti Merkoçi, çfarë parashikon 2026 për politikën shqiptare? Unë do pres deri 31 dhjetorin e 2025-s. Thash, pavarësisht se kanë ardhur 3 dhurata në thonjza mjaft të mëdha dhe mjaft bukura për Ramën. Pra, qoftë vendimi i Trumpit, qoftë i energjetikës apo i FMN-s, nuk di se çfarë mund ndodhi deri me 31 dhjetor, sepse çfarë sjell ora nuk sjell minuti në këtë vend. Askujt nuk ja merrte mendja se oligarkët e Ramës edhe në këto ditë të fundit do të kontrolloheshin, do bëheshin hetime, do sekuestronin qoftë telefonat apo qoftë bizneset e tyre, por shkojnë në varësin e asaj që unë kam thënë që këtyre u kam konfiskuar bizneset e tyre qoftë edhe në Amerikë, Ramës kryesisht edhe këtyre të tjerëve të cilët kanë bizneset apo prona private që kanë atje në Amerikë, dhe tashmë do fillojnë sekuestrimi, konfiskimi të gjithë pronave të tyre, që janë tashmë janë të dukshme. Ajo që unë kam thënë kohë më parë që nuk ka nevojë për korrupsionin për ta luftuar korrupsionin, mjaftohet çiftin kullat, edhe këtu është pastrimi parave dhe i drogës në Shqipëri. Jemi vendi i vetëm i cili jemi të deklaruar të paktën në 2024 ka qenë një raport nga inteligjenca italiane ku thoshte që 54 ton drogë kanë kaluar në Itali nëpërmjet shtetit shqiptar, dhe unë pranë kam thënë, ta nuk janë narkoshtet, ta janë mafia shtet. Dhe Rama ka ndërtuar mafian shtet. Kështu që veprimi që bën Spaku nuk e di, domethënë se çfarë do të ndodhi deri në 31, nuk jap dot garanci deri në 31, jo të bëhem garant për 2026. 2026 për mua Rama nuk do jetë më kryeministër. Unë kam thënë që Rama nuk do jetë më kryeministër. Do e bëj burgun këtu apo në Amerika, ta e din atë. Amerika nëse ti reziston apo bën rezistencë apo numra të tjera, domethënë ai do të përdorë planin B që do të thotë që do ta marrin në Amerikë, drejtohet para drejtësisë amerikane, ku është dosja me Gonigal dhe hapur tashmë dhe dosja Sinaloa. Zoti Merkoçi, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe juve.